Jemi rikthyer në spektaklin tuaj, jemi këtu në sheshin e fjalës së mire, këngës së bukur në Odeon. Vërtet aty ku njerëzit flasin mirë, e të tjerët dëgjojnë mirë. Ka njerëz që janë vërtet shumë të veçantë në jetën e tyre. Ka njerëz që janë autor e kreator, janë edhe dëshmitar të epokave nga më të lavdishmet të historisë sonë. Një e tillë vjen sonte, ka herë kishim pritur. Zonja Zotri, për ju, për ne, për të gjithë, zonja e nderuar Melihatë Tërmkolli. Heni serve. Nëse gjeta? Si e nderuar? Mirë, kryesisht mirë. Men sana incorpore sana thonë, kështu që ata që thojnë mirë edhe e bëjnë mirë. Po duhet e prim të mirës, keni po, na duhet me fillu me njëherë me politikë. Jeta jonë politikë? Në çdo paraqitje politikan tonë thojnë na prith të mara. Kur s'thojnë i prifshim të marës, duhet i prim për me na prim. Kështu që duhet i prim. Mirë të marës, edhe në kryesisht. E thamë shumë bukur nga ona juaj. Është nga si që të kemi sonte, unë thash vërtet ka shumë faleminderit për ftesën. Ju kam prit, edhe kënaqësia ime. Dhe jo që nuk keni ardhur, po doja që të na shkojmë në të njëjtën kohë me gjërat në të cilat absolutisht ju keni qenë edhe autore, edhe koautore, edhe dëshmitare, në kohra që fillojnë kogja me rinin tënde, kështu në. Në realitet, rinin si rini, juriste e diplomuar atë kohë në Prishtinë. Po filloren e të mesmen? Filloren e kam kry në Bardh Madh, ish Bella Shefs, të mesmen në Prishtinë. Ne kemi qenë pjesë e komunës Prishtinës, ma ndaj kur është bo komuna mbi baza politike fush Kosovës e tjerë, kemi mbet me fush Kosovë, dhe sot jemi me fush Kosovë. Ata shumë fush Kosovë? Krenohemi, natyrisht, po. Mirë, mund është me thoni kom kalu 3 komuna, deri në Republikë. Dhe bëm shtetin në Republikën, po. Po, fakultetin normal në Prishtinë. Në juridik. Edhe magistraturën e kam kry po ashtu në Prishtinë, doktoraturën e kam kry në Universitetin Publik të Tiranës, kështu që... Në vesh politikës edhe i grim shkollë. Sepse në fakt e kemi nisë me shkollë, e pastaj kanë qenë të ndërlidhur edhe me politikë. Ju ja keni nisë me shkollë, që është të vërteta. Në zonë se shkelqyshme, shembullore, studente shkelqyshme, dhe ajo me patjetër që ke shku, po edhe koha na ka qitë në kohra interesante, të veçanta, interesant na, gjenerata jonë. Ne jemi pak si moshatar, kështu që paka shumë... Aty, unë jam pak ma. Kemi përjetu, paka... Kohrat e njëta. Edhe ato, me thonë, edhe dëshmitar edhe ti edhe kreator edhe shumë proceseve, proceseve të rëndësishme, të mëdha, historike. E që kanë kulminu me qëtë republikë që kemi sot. Kanë kulmu me këtë shtetë. Unë i them shtetë. Me qëtë shtetë që kemi sot. E jashtëzakonshme. Po, pikrisht, tash t'ju kemi juve musafirë dhe të mos filloj me njëherë me politike pa mundun është, sepse në realitet jeta jona është bërë politike dhe fati jetës i gjithë njerëzimit po varet nga politika, se vendimet po merren aty. E në përgjithësi, brenda këtij asaj njerëzit kanë ndërtu sistemet e tyre me të cilat e kanë zhvilluar mirë, ngadalshëm, shpejt, ose fare se të kerit, po kur jemi tek ne, njerëzit e dinë që jeta ju i politikë... S'kanë qenë të poshtuar gjithherë, kanë pas kohë pak ma shumë. Pa, së diskutuar. Ne në ndodhen poshtime mi vjeqare. U qlirun të fundit, në Evropë po flasë, të fundit, bile hale kemi, thojmë, jo në ka met një cupë, se ne, jo kështu, jo, hale nuk po rahatohemi dot edhe me lirin tonë. Jo, në kanë met plot toka, ne po ta shqohim, me kohë, bohen edhe ato. Po dhe duhet me qenë fort fuqeshëm për me i pru. Sigurisht. Në renë, edhe në vinë. Jetën politike e ke fillu shumë vite më parë, po në vitin, për mua, fillon, se e ke fillu më heret, me gjithate, po në vitin 1989. Në një vit të vështirë të rëndë, nga më të vështirë për shqiptarët në shekullin e 20. Po në një ditë tepër të veçantë, je bo shumë prominente, je duk, gishti jotë, dora jote, ka qenë shumë e dukshme.
është parë, po është pa si shpresë e popullit kënej, si shpresë e rezistencës e kështu. Bëhet fjalë për kuvendin e Kosovës me 23 mars 1989, kur përfundimisht i merret autonomia Kosovës. Po deri te kjo ditë kishte një farë rrugtimi tuaj si përfaqësues kujt shkova aty? Po, kështu, najma ka qenë një sistem i ndërtuar mbi tjera kritere, mbi tjera baza, tjera. Ka qenë sistem delegimi. Ajo periudhë kohore, kuvendi i Kosovës nuk është sikur është sot unik, një kuvend që ka, domethënë është unik, atëherë ka qenë me disa dhoma, kanë qenë 3 dhoma. Ka qenë dhoma e punës bashkuar, dhoma shoqërore politike, dhoma e komunave. Këto dy kanë pas ka 50 delegat, dhoma e punës bashkuar i ka pas 90, kështu që krejt kuvendi i ka pas 190 delegat. Unë kam shku si një, them ashtu, një vajzë e re, një aktiviste rinore e tjerë në shkollë, një farë zonë se kështë e shkëlqyshme e tjera kështu. Edhe mbi atë bazë nga Bardhi i Madh, është bërë një farë delegimi, me thonë drejtën për cilin asë që kam pasit denë çka është, asë që kam pasit denë që jam bërë delegate e Kuvendit Kosovës, kur më ka ardhë ftesa kam me disi pak e habitun, sepse ishin shku ato procedura që unë nuk e kisha qysh kanë shku ashtu. Ka shku në komunë Prishtinës, pasaj komuna Prishtinës ka bërë delegimi në Kuvend Kosovës. Përfaqësuese e komunës e Prishtinës në dhomën e komunave. Deri në atë mbledhje, janë më sigurisht plot mbledhje, plot gjëra, po kanë qenë ato diskutimet për ndryshimet kushtetuese, ku na me guxim, me paguxim, me paraqitje, në përtubime të ndryshme imi paraqit që ndryshimet kushtetuese humbin komplet autonominë e Kosovës e kështu, ata në shku tu na mashtru, një herë ka pak me fjalë, tu na bë presion e kështu. Ata dhe këta. Ata dhe këta. Po, ata dhe këta, normalisht komunistët, ata që ishin përcaktu Jugoslavët. Se i kemi pas do me letërnjoftima Jugoslavë edhe në atë periudhë. Edhe, po vjen dita D, kur i gjithë populli shqiptar, jo vetëm në Kosovë, e prisnin ç'a do të ndodhë. A thu do të del dikush që i thot jo Serbisë përfundimisht, jo dhe jo. Edhe dolët 7 veta keni qenë krejt. 10 kundër edhe 2 kanë qenë abstenime. 2 abstenime, peni që në 90 dhe pjesa tjetër për fat. Po krejt kësa i ka parapri goxha një situatë tensionume, presione. A ke pas presione? Najma, jo, ka qenë pjesë një procesi shumë atë gjatë. Në fakt, që shprej vitit 86, kur Akademia Serbe Shkencave dhe Arteve hartoi atë dokumentin famkeq, hartoi një formë të një elaborati të ri, se ju dukan pak krejt elaboratet prej Garashaninit, e Çubrilloviçit, e Andriçit e tjerë. Edhe prej asaj periudhe kohore, kur është bërë dokumenti i Akademisë Serbe, ka fillu presioni frontal i Serbisë kundër Kosovës, kundër me pretendimin e plot për suprimimin e autonomisë, suprimimin e statusit saj federal, sepse kishte status federal, njësisë federale të barabartë, me njësitë e tjera që e anashkallon të Serbinë, nuk shkonte përmes Serbisë, po ishte direkt e lidhun me po kishte delegat në Kuvend Serbisë, po kishte delegat në Kuvend Jugosllavisë. Por kjo ishte shumë me zbet me Serbinë, ndërsa statusi i saj në federat ishte i barabart me njësi tjera. Edhe këtu ishte krejt ajo poenta, themi, e dimat periudhën e ngritjes Miloševići u ngrit mbi këto baza, u ngrit në nivelin, shkojnë pjedestalin më të lartë të politikës Serbisë, shkoj duke i largu krejt establishmentin politik para prak e tjerë, mandej filloi ai ashtu quajtur jogurt revolucion, siç disa na kujtohen këto zhvillime. Fillon edhe në për republika tjera dhe në Krajina me Irdzu. Dhe në Sloveni që nuk i lanë. Me Irdzu, dhe më thonë ato udhëheqjet partjakës. Si do mos vendet ko kështë në dikimin Serbia. Partia ishte udhëheqjet partjakën në Malzi. Në Malzi, në Vojvodin, në Bosnje, e tjera, në Macedoni, e tjera. Edhe natyrisht njëjtën e bonë edhe në Kosovë. U largu Azem Vlasin atë kohë që ishte nivel, u largu Kaqusha Jashari e tjerë,
por shqiptarët që atëherë patën fillu reagimin masiv. Reagimin masiv dhe na i kemi protestat me qindë mijë shqiptarë në atë periudhë kohore, sepse populli kishte fillu të ndinte që po vinë ditë jo të mira, po vinë ditë trona për shqiptarët, për Kosovën, po vjen një robëri edhe më e madhe. Debati publik ka qenë një si të them, një zhvillim i jashtëzakonshëm, ka qenë një zhvillim krejt në vetë i veçantë, për faktin që aty shqiptarët, shumica dërmuese e shqiptarëve në debat publik për herë të parë mas shumë kohë, në mënyrë të hapur, në mënyrë direkte, e thanë jo ndryshimeve kushtetuese. Dhe pastaj u zhvillun proceset të tjera ishin presionet e jashtëzakonshme të Miloševićit, të krejt strukturave politike, strukturave të mëdha politike të Kosovës, derisa i thernin edhe delegat nga një, jo doni me votu këto, jo doni me bo, jo njëna, jo tjetra, deri në ditën, ashtu që shveqojtët jo, ditën D, dhe në ditën D, ajo është një ditë krejt e veçantë për shqiptarët në përgjithësi, për aty ka qenë një proces edhe një procedurë krejt e veçantë e punës edhe e presioneve të jashtëzakonshme. Atë kanë thirrë konkretisht dikush me thonë miliate do të me votu qështu dhe mos para se të ndodhë dita D? S'kam shku. S'ka shku në takim? Jo. Rezistenca veç pas ka fillu? Absolutisht. Në fakt kishte fillu pak më herët, sepse Kuvendi e mojti paraprakisht një komision. Sikur janë edhe sot komisionet, edhe atëherë kishte komisione, dhe në atë komision ku isha unë antare, fillova ka pak me shpaloz disa mos pajtime tjere dhe e pash situatën. Isha arena saj pa të mbush 24 vjetë, me një javë dhe ditë më herët, i pa të mbush, edhe kështu që por si do qof njeri e ndjen, e din që ishte përpjekje, do më thonë, për me bile ishen përpjekjet që një pjesë prej delegatëve mos me leju, me kriju shesor rrethana tilla mos me leju me shku fare në seancën e Kuvendit. Dhe ka pas edhe disa që kanë mungu. E tjerë, tash nuk kemi hy krejt në hulumtimin e ty, në shka ka ndodhë e tjerë, por ajo ditë aty ka qenë paraprakisht, neve në ka ndodhë shumë procese, shumë në kujtohet greva e minatorve, në kujtohen tubimet e mëdha të shqiptarëve, në kujtohet izolimi i shqiptarëve që ishte katastrofalisht, me qindra shqiptarë u izoluan e tjerë, në kujtohet gjendja e jashtëzakonshme e cila u vendosën masat e jashtëzakonshme kundër tona rregullave që kushtetuta aktuale e kohës i lejonte e tjerë, u vendos gjendja e jashtëzakonshme në Kosovë. Edhe Kuvendi atë ditë ka qenë i rrethuar me tank. Me tanks? Për rreth Kuvendit ka pas tankët e ushtrisë jugoslave, serbe dhe jugoslave. Edhe ka qenë një kontroll i jashtëzakonshëm në hyrje të Kuvendit e tjerë, një numër jashtëzakonshëm i madh i njerëzve që s'na kishte ramej, po edhe herë të tjera e tjerë, edhe u provu pastaj që shumica prej tyre kishin qenë njerëz të udbës për me i ushtruat presionin ndaj delegatëve mos me leju që me ndodhë në i befasi, sepse si mas tyne nuk guxon të ndodhë të në i befasi që të mos votoheshin ato amandamente e tjere. Presionet kanë qenë ma dje dhe ullë ku kam qenë aty, njerëz edhe pse se dishin që ako me diskutu, po kur me pon një 2 letra, se jam pak e rregull kështu në kuptimin edhe të fjalorit politik e tjerë, kam qef me i pos cakta gjanat e tjerë, edhe i kësha përgadit një far koncepti e tjerë, edhe se më kanë po, filloj presioni me njëherë që po do me bo, ku po do me dalë e tjerë, më ndej, kur kam dalë me diskutu, jo veç unë, edhe të tjerë. Po, janë ngrit, plot deputet, me sulme, nga më të ndryshmet, qka the kështu, qka bone kështu, në gjuve kërrit punën poshtë, e redenta ka hyrë redenta në Kuvend, edhe në të kohë me thonë ka hyrë redenta në Kuvend, ishte kërgja problem, kë kualifikim ishte kërgja i ranë. Absolutisht. E tjerë, por, unë s'poko për vete, di, po menoj edhe ata kolegë dhe delegat e kemi pas qartë, unë për vete e kam
e kam menu që nuk do të kthehem, mund të mos kthehem, jo që nuk do të kthehem, po mund të mos kthehem nga ajo seancë. Në reprizë e kuvendit Prizrenit. Edhe punë e madhe, le të shkoj ku të shkoj, sepse në jetë e kemi. E kështë vendos? Absolutisht. E vrave frikën? Po nuk ka që kësha ne, është edhe moshë e re, edhe kretë ato në gjarë, ato në këshin moshë me plot pezm, me plot mlef. Mandej këshim argumentet të kretë bote, sepse debati publik, që ishte dokumenti kryesor, themelor, ishte i tillë që mjafton të me thonë jo. Që ky popull ka thonë jo. Ky popull e ka thonë jo. S'ka ndryshime. Dhe cila është detyra e deputetit? Detyra e deputetit është me bardh çat vullnet popullit në kuvend. Edhe ne e bom çeto. Kur gjë tjetër s'bom. Po me këta deputet të tjerë që kanë votu kundër, kishit bisedu apo s'kishit mujt fare? Jo, nuk ishte kohë bisedimeve. Na ishim në survejim 24 orë? Absolutisht, ishim në vazhgim të edhe para, po edhe masi që ka ndodhë. E tash e kam pyetjen e radhës. Se erdhë minuti, erdhë i dakiku me votu? Erdhë minuti me votu, ne dalëm dhe deputet edhe kemi diskutu, që të gjithë kanë diskutu, me Ugë Betyqi, me Riza Luka, me Sadik Zuka, me Mehdi Uka, me Ndoshoshi, me Bajram Burçani, ishte maj në mosh me Plis. Po ishte Agim Kastrati e tjerë, dhe më thonë, nuk është thjesht sepse veç e ngritëm dorën kundër, po ne dalëm edhe diskutum, edhe mu më kujtohet që në diskutim e kam përmen edhe presionin, dhe ajo ishte sikur me joroni bom. Edhe në reagimin me njëherë, do më thonë, çfarë presioni, ku për shehti presionin, po ku kishte presion më të madh, more se me ta vot tankën aty para. Po jo, s'po na vëres, s'po bëni dot një ditë. Por edhe e kanë bërë. Edhe kështu do më thonë. Kur votuat kundër, po ata fitun. U mbyll ajo. Tash votuam kundër, por jo na im ka aty ka ndodhur edhe diçka tjetër. Me rregullat kushtetuese, që ishin të parapomen kushtetutën e Kosovës në atë kohë, nuk mund të konsiderohet që ndryshohej kushtetuta as e Kosovës dhe as e Serbisë pa 2/3 e delegatëve. Dhe aty ka ndodhur një kurth i madh, sepse nuk janë numëru sa delegat kanë qenë kundër. Nuk është numëru, do më thonë nuk është dhënë numri prej 2/3 të delegatëve që ka qenë obligim kushtetues me numëru, a janë 2/3 apo jo. Ka pas njerëz cilët shihe që shumica po kanë votu për, po ka pas disa që s'kanë votu heq, ka pas disa që kanë qëllu atje jashtë dikun të pine cigare, njëna tjetra e tjera, dhe por aty ishte mush edhe me jo delegat, ne na kujtohet vllau Hysamet Denazemit, që ishte njeri me postet në alta, anti-shqiptar, shkurt. Po që vllau i ti ishte në rreshtin e parë, pa qenë fare delegat, deputete ngridore. Po, ka pas plot. Edhe ka pas edhe të tjerë, do më thonë. Njerëz tu beset kosit e që janë, që i ka identifiku edhe populli, kështu edhe të shiqu, nëse i gjithë populli ishte me sy e vesh. Po, ajo u bo, po, edhe në aspektin procedural, edhe në aspektin politik, moral, po se po, në fakt ishte pavlefshme. Por, ndodhi, ata e morën si të kryer, si fakt kryer, edhe pastaj shkojnë në Beograd edhe e suprimun autonomi. Në 28. Po duke dalë atë ditë, të thoshte dikush diçka që keni bën ju, apo të kërcnoj? Sa isha ullë aty. Më është kthy aty një delegate, edhe kur fillon ata me mësulmu, unë që kam këtë farë karakterin pak më të do shë edhe njëherë me dalë. Impulsiv, po, me dalë edhe njëherë. Edhe jo, tish. Edhe jo, tha tish. Ti mos del me full hiç. Me dhe me këtha e knashe njëherë, po dhe me dalë prap me. Rrethanat kanë qenë ajo që ato dini edhe gjallë. Ishin prana shqiptari me të injeru deri në atë mas me të jo vesh me të dekuraju, po ishte një lloj nënçmimi, një lloj Psa kishte edhe ndonjë shqiptar që e bënte atë? Fatkeqësisht po. Përveç kryetarit atje që e menaxhonte Vukashenko Jokanović, mënyrën që
që shë menaxhante. Kishte kënej edhe. Mandej ne kishim aty edhe profesor universitar e tjerë që shef nuk është ajo puna e turistisë nuk ka qenë thjesht veç ajo me thorë të veshje dhe me thonë hej zguxon se njëna tjetra. Unë s'po flas për do marifete që na ka ndodhur në foaje atë të kuvendit e tjerë. Përpjekja për shantazhe, përpjekja me të bleje, përpjekja me të shit, më thash. Na kem le as me u shit, as me u ble. Se këtë një jetë kem. Na kem le as me u shit, as me u ble. Edhe ishim ato, dhe më thonë, ajo që ka ndodhte pastaj aty, mu me erdhe një, pastaj ka marrë vesh që ka qenë në një post shumë të lartë të kosit. Me erdhe, mas i kam diskutu, tha, Tërmkolli, tha, ti këto tha që ka ke thonë, tha, po donë mi arrënu temelet Jugoslavisë. Me këto tha që diskutove, po do të flasim tha ma vonë, edhe do të merrem me vesh ma vonë. Kjo ishte unë nala e këqyra, e po është që delegat nuk është. Nuk disha kush është? Serbishte, po. Po, ata vetë... Edhe, por, shef tash këto janë gjana tash mirë. Nështë në herë edhe do të me thonë janë gjana të vogla. Najma ajo që ndodhe e madhja ishte që Kosova e humbi statusin e saj. Shqiptarët, atë qyshat ditë, ne kemi pas një reagim të jashtëzakonshëm, e kanë fillu gratë e Ferizajt, protestet, demonstratat e para e kanë fillu gratë e Ferizajt, një grup i grave Ferizajt, kanë vazhdu studentët e Universitetit të Prishtinës e tjerë, edhe kanë marrë ajo pastaj për masat gjithë popullore, dhe ne kemi shumë duramë. Ne kemi të vrarë, janë dëshmorët... Dhe 16 vjeç ka qenë Shukria Bretinca, e para që u vra. Vetëm 16 vjeç. U vrarë Fete u Molli dhe 17 vjeç. Ka qenë i djali Zhurit, Prizrenit, Ajrim Badallaj, veç 13 vjeç. Dhe u vranë shumë të ri. 23 vjeç, 24 vjeç, edhe të vranë kanë shku dikun rreth 30 kanë qenë. Veç në atë periudhë demonstratave në mbrojtje të Kosovës, popullit Kosovës. A dite kemi dhe rezistencën e partë armatosur, grupi Lapit, filan rezistencë thjeshtë dhe armatosur. Aliajeti bie dëshmor me pushk, thjeshtë në... Edhe, që ka ndodhi ma pas me ti? Jo veç me mua, të eliminon, të izolon, edhe me të tjerë, jo, nga aspekti procedural. Jo, endes kisha ditë. A, endes kisha ditë? Jo, sepse ishte një... Shef, na i mune ka marrë shumë seriozisht këtë punën do më thonë si shumë e reja ka marrë shumë seriozisht këtë punën e politikës, e zhvillimeve, tjere, edhe në një farë mënyre, krejta ajo periudhë, krejta ato ngjarje, krejta ato, duke qenë edhe me një përgjegjësi shumë të madhe. A ditë mu është dukë sikur e kam barën e krejtë Kosovës. Që në fakt se kam pasun veç vetë atë barën, por unë e kam ditë. E kam një sikur krejtë barën e Kosovës e kam dhe unë do të me bo diçka. Dhe po do të them që studimet pak me të në atë periudhë 2 vjeqare, në atë periudhë 2 vjeqare të aty në vlimeve të jashtëzakonshme që ndodhen e tjere. Isha ende isha studente, e krypë, mas nej, u krypë, por, më thonë, sepse ajo që e thati, gjithçka në këtë jetë është politik, dhe unë aty e kam po që edhe ajrë është politik. Edhe ajrë është politik. Dhe ajo ishte një detyrë edhe një përgjegjësi e jashtëzakonshme që e te i kalonte edhe studimet e mia edhe që të gjitha, sepse ajo ishte jeta jonë. Jo e jamja individuale. Studimet ishin për mu, por qëndrimi dhe vendimi aty ishte për krejt popull, edhe ishte për krejt Kosovës. Prandaj ajo ishte e mori për parësin prioritetin e punës. Pastaj vështërsin, djekje, survejime. Pastaj kanë qenë, kushdo që ka qenë në punë, unë se isha në punë, isha venda që ashtu
po them, studente. Studente. Po kush ka qenë punë, i kanë largu, i kanë mbledh më njëherë organizatat e komunistëve e tjerë, me na do më thonë me fillu me njëherë masat e përjashtimit e tjerë, të përjashtimit më ndaj o fillu procedura kundër neve me na përjashtu nga kuvendi, para më ndoni që ishte Iniciativa. Ishte jo pushtetuese totalisht, por kur e bon atë vendim, tani nuk sheshin më çka po ndodh, nuk ishte më në dorën e nuk ishte më rregulla, nuk vlenin më rregulla, Ja, as pushtetuese as kur gjë. Plus që se të rizgjidheni ju, nasni në mënyrë kurrë. Jo, absolutisht. Kuvendi është shpërbër 6 muaj para se të kalonte mandati i rregullt. I rregullt. Po, u mora si vendimi e tjerë, se na dolën thamë, gjatë na dole këtu në i redente, dhe tash duhet me hekë fari dhe redente, me gjetë do t'jerë më të mirë, po fati pësun Tu fillon menu që ndryshimet e zjedhë mëdha më e të mirë tjerë. realitet jo tash. Binte njën greshin i qenë se s'kishte më. Pikërisht. Mandej filloj që të marrë frym ndryshe kë vend. Po, gjëra ndryshon. Fillon ndryshimet e mëdha. Unë do edhe shapi për sheqeri. Fillon ndryshimet e E mëdha edhe vendosën në Evropë. përfundimisht, po. Edhe në Evropë, edhe në por në fakt kjo bota ish komunistët do t'ja di për ne shqiptarëve, se ishim ndërtuar që e fillum rrëzimin e sistemit komunist. Absolutisht. Kishin bo edhe polakt me Solidarnostin e tjerë pak ma herët, por në formën si të themi ashtu të plot edhe direkte, sepse ne ishim tjetër popull nga serbët, polakt ishin që të gjithë polakt, e kishte një vlerë 10 fish më të madhe. Kishim një rubrikë 2 fish. Plus neve na konsideronin si pakicë kombëtare, e tjerë, prandaj ishte shumë fish më e madhe vlera që shqiptarët i dhanë lirisë edhe rrëzimit të komunizmit. Absolutisht. Në krejt Evropë. Kjo robria 2 fish të Jonja ishte edhe komuniste, edhe ishte serbe, jugoslave, slave, si dush thuj, edhe sigurisht rëndonin diplomove, gjërat po ndryshonin, po megjithatë sado sfide, vështërsie, survejime, përcjellje, këmbë pas këmbë e kështu, populli filloi t'ju respektoj. Për neve ishe heroin, qatë ditë. Tash se ishe njën nga femrat, a kupton, po ishe ajo që e pam. Edhe sikur të respektoni njerëzit, të nderonin. Seriozisht asnjëherë në jetë nuk e kam konsideruar që kemi bërë diçka jashtë asaj që e dosh me bë. Mendoj që veç kemi bërë një detyrë tonë. E momenti, rrethonat e tjerë është e vërtet, e kanë bërë pak më të veçantë, e kanë bërë pak më të krejt ajo çfarë kanë ndodhur në ato vite të bujshme, në ato krejt, është e vërtet. Po në çat dakik ishte vija pore frontit. Çat dakik. Nuk ishte e lehtë. Po, ai ishte vija frontit, ishte. Çat dakik. Ai ishte vije por bile. To be or not to be, po, ishte. Fejes atmosferë. Ishten që të gjitha. Këto, por po, unë jam falenderuese dhe mirënjohëse pafundësisht, sepse atë fuqinë na dham mbi të gjitha populli i Kosovës, na dham shqiptar, me krejt ato kundërshtime, me debate, me që të gjitha që ishin bërë etj. Edhe po, kam pas një respekt dhe vazhdoj ta kem me mirënjohjen më të thellë nga shqiptarët, nga qytetarët e Kosovës edhe për te, e tjerë edhe natyrisht është një ndjenje mirë, për kundër që ndonjëherë edhe muj me pas mos pajtime, se tash kjo jeta është dinamike, ka plot kontradikta, ka plot, por në këtë pikë mendoj nuk ka asnjë prej partive të ndryshme politike që nuk ma respekton. Që të gjitha partit, njerëz nga të gjitha partit politike. Du me të bëmë qesh, po në të vërtet me të tregu. Në qatë periudhë, unë jam konë bënë një yll kogja i madh i Kongës, po me popularizume se unë i konë. Jo, se cili ka pas kontributin. Po, diplomove, u punësove dikun privat apo asgjë? Jo, s'kishte rënë punësimi, jo. Unë pastaj në vitin 90, përmbledha disi me hek si thuhet qafe, mandej filloi u themelu lidhja demokratike, pushtimi i Kosovës, fatkeqësisht ende doja quajnë në regjimi i Miloševićit. Nuk e kam të qartë, çish ka mundësi edhe sot thonë në kohën e regjimit. Ajo nuk ishte regjim veç. Ja. Ishte pushtim.
Ishte okupim. Na ishim robëri. Jo, ma ishte okupim. Robëri e thellë. Ishte okupim klasik. Unë mendoj që Prej kuvendit Prizrenit, në fakt ishte përsëritje e kuvendit Prizrenit. Na në qëtë libër që e kam bo këtu, e kam tërhesh një paralele. A ke vënë paralele? Po, patjetër. E për koincidencë edhe unë e vëna që në fillim të bisedës. E kam bo mes kuvendit Prizrenit edhe kuvendit të Dhënotës, është e pabesueshme që kanë diskutu edhe numri diskutantëve është i njëjtë. Ashtë sa kanë diskutu në kuvend për Prizrenit. Jo, asa kanë diskutu total, që të gjithë aqë janë edhe në kuvendin e të 89-ës. Marsi i Acar. I pas këtë dyre recensent shumë të mirë. Profesor doktor Recep Osmanin, profesor doktor Arsim Bajramin. Paka shumë, ata matë vjetër, po me punë me gati si generata na. Do më thonë na student tyne, po... Po e vërtet. Edhe këtu... Po në aktivitete bashkë me ta. Me dashurin Rene Renës, me dashurin e krejt botës e gjithë familja. Sigurisht që na i ke thonë krejt. A na i ke thonë krejt, a ke lënë akoma me... Jo, shumicën e kësaj që ka i folëm, por sidomos për ato përjetimet e mia personale tjere, nuk janë në këtë libër. Këtë libër i kam dhënë karakter, besoj, goxha shkencor edhe politik, natyrisht. I mbushën është me fakte, me argumente, me përfshin krejt zhvillimet politike, të asaj periudha që kur kanë fillu procesi ndryshimeve kushtetuese deri në 23 mars 89, por ka një faktografi goxha të madhe në këtë libër, përfshi edhe diskutimet, jo proces verbalin, po atë diskutime direkte të krejt delegatëve të asaj dite aty, por edhe gjana tjera që jam përpjek të bëj brenda këtij librit, qëtë një dokument, një dëshmi për një periudhë kohe. Na me kam nisë këtë libër, disi me do dilema, pikërisht nga një farë se, na jemi një farë generate që s'kem dashur fort me rrah gjokës për kur gjë. Sepse kemi konsideru dhe ende i konsideroj se një diçka normale, pse njeri punon për shtet vetë, për vend vetë është ma normal janë këtë botë. Edhe pse duhet me rrah gjokës ti se kom bot diçka. Nga kjo frikë, unë kisha krejt dokumentacionin, po menojsha që e bën dikush tjetër. Dhe shkoj një dekade, 2, po është që s'pe bën kërkush. E bërave. Edhe i hyna pasaj. Por gjithë një me kujdesin më të madh që të mos ketë asë 1 miligram subjektivizëm të. Prandaj po them jam orientu krejt vetëm ka proceset ka, e ato personale në është në i tjetër libër. Në një rast më... Në një rast tjetër. Po mos i le pa i bë, na e ke bërç, dëshmitarët e kohës janë ata që kanë mujt paka shumë me rujt këtë histori që e kemi shumë të panjohur, thellë në mesjetë, në antikitet edhe kështu. Kur u ingranove në Lidhjen Demokratike të Kosovës? Me njëherë. Me njëherë? Me njëherë. Si u kriju? Absolutisht sa është kriju. Para se me u thamelu LDK-ja, ne kur u shpërbë kuvendi e tjerë, patartë një delegacion i Evropës, edhe në Institutin Albanologjik në thirrën Riza Lukën edhe mu, për të marrë dëshmi e tjera, edhe ndërkohë aty po hyn një, unë natyrisht rrugove në njëja, presidentin rrugova, edhe erdhe me një çantë, erdhe u përshëndet me ne, dhe në një salë të madhe, se cili veç e veç, ata nga delegacioni evropian e tjerë, zhvillu do biseda me se cilin, po, Parlamentit Evropian. Dhe ju ishi dëshmitarë? Edhe natyrisht prej aty pastaj filloj. Me themelim LDK-s natyrisht jam kyç me njëherë, me thënë drejtën me një farë brenget madhe për zhvillimet e më të tjeshme të vendit, ka po shkoj me tjerë, por pastaj orientimi, drejtimi që i dha LDK-ja, presidenti Rugova e tjerë, ka qenë më në koha ma e... Edhe ju të tjerë, sepse ke qenë nga... Ka qenë koha ma e ndritshme, dhe po ashtu edhe u që këja pasaj, ndërhyrja NATO-s e tjerë edhe
u plotësu krejt ajo çka. Erdhe shpejt ndërhyrja në ato, se është një periudhë ku ke qenë nga më energjike, nga më për vite tëra ke qenë edhe kryetare gruas në LDK, që s'ka qenë privilegj, ka qenë sfidë. Po, tash kjo është pas lirisë Kosovës. A pas lirisë ke qenë? Po në këtë periudhë, deri deri 99? Më herët kam qenë sekretare. Sekretare. Edhe Shukriu ka qenë 5 vite kryetare, 5 vite tjera janë rrodh, disa derisa e krijuam në farë stabiliteti pak në forum të grus, por unë isha edhe anëtar e Këshillit të Përgjithshëm, nga pozicionet caktuar isha edhe nën kryetare në fushë Kosovë, etj. Po kemi lënë aktivitet pa bëna. Sigurisht. Nuk ka pas rëndësi çfarë posti ki, sepse s'ishin ato, po ato ishin veç do përgjegjësi që i merrnim sa por me u emnu. Por ndryshe nuk ka asnjë aktivitet cilën nuk e kemi kry. Jetoje në Prishtinë në Bardh. Më kujtohet shumë mirë, edhe kemi hyrë në përkrejt posbloqet, në përkrejt tanket, në përkrejt ato vene të rana, në krejt Kosovën, e tjerë, pa armë, pa kurgja, me këtë jetë që në kalon zoti, vesh me vetën tonë, po me një vullnet, mandej i fillum në ato protestat e mëdha, që forumi grus në arqysh 95 e kemi bo protestën më të madhe deri atëherë, mas disa viteve, mas vitit 90, pak një periudhë metën veç për brumë, shtypur. Në vitin 95, forumi grus, kur u vra studenti Armen Daci, ne kemi bo protestën homazh me 10.000 gra, qendrës Prishtinës, prej krejt qendrës e kemi shku deri në shtëpinë në bregun e diellit të studentit Armen Daci. Pastaj në 97 e kemi vazhdu protestën që theme kamet ikon e protestave ndër më të veçanta në historinë e lëvizjeve politike për liri, për shlerim të grave, protesta me buk për gratë dhe fëmijët e Drenicës, që ishte me 16 mars të 98-ës, edhe pastaj një marsh i gjatë që absolutisht gjithë bota dha, një marsh unik i kohës, e dha në realitet që mriti një efekt vetin. Ishin punë këgja të rana, por ishte, po them, ndër periudat më madhështore. Menaj, ma mërmanja që është periuda e historisë më madhështore të shqiptarëve për 100 vjetë, që edhe rezultoj me pavarësinë se arritura më madhe për i pavarësit Shqipnisë. Absolutisht. Nuk diskutohet me njerë në arritura më e madhe në këtë vend. Se na përveç në Dardani, si duket asë kohë Skënderbeu që kemi qenë pjesë e lirë, kjo pjesë. Nuk e kemi të saktë. Do më thonë, përveç në Dardanin, këtë Dardanin... Ka do zbraztina. Ka do zbraztina, ka pak historike. Dhe ne për herë parë Kosova. Historia nuk ka zbrazti, po hullumtimi ka njëherë, mungesa hullumtimit, ka njëherë lënë do zbrazti. Po në shkemi mujtë edhe anë i komunizëm. Por na ishim këtu. Këtejs na kanë... Na ishim këtu. Për fat ishim këtu. Na ishim këtu që nga Pellazgët e deri sot. E deri sot. Për asha një, historia jo.